Kisha është një institucion i pavarur dhe si e tillë vendimet i merr vetë. Kështu deklaroi konsulli grek në Gjirokastër, Nikolas Kotrokoi, teksa zhvilloi një takim me kreun e Bashkisë së Përmetit Gilberto Jaçe për çështjet e Pallatit të Kulturës, godina e së cilës ka nxjerrur konfliktin mes Kishës dhe Bashkisë së këtij qyteti. Takimi u zhvillua para dite pa praninë e mediave, ndërsa mësohet se ka qenë diplomati grek që ka kërkuar këtë takim. Pas takimit me konsullin grek, kryebashkiaku i Përmetit Gilberto Jaçe bëri të ditur detaje nga biseda me konsullin. Jaçe theksoi se i bëri të ditur konsullit grek në Gjirokastër se dhuna e klerikëve ndaj përmbaruesve ka qenë e papranueshme. Sipas kryetarit të bashkisë, çështja zgjidhet vetëm me dialog mes palëve. Gjatë takimit, konsulli grek është shprehur se Kisha është një institucion i pavarur dhe si i tillë vendimet i merr vetë. Sipas konsullit grek, nuk është koha dhe vendi të merren vendime të shpejtuara. Çështja e Pallatit të Kulturës në Përmet ka shkaktuar përplasje fizike pak ditë më parë, ku 2 besimtar ortodoks u lënduan lehtë gjatë hyrjes me forcë në godinë, e cila ruhej nga policia private. Bashkia e Përmetit izoloi muret me tulla, kurse priftërit në shenjë proteste zhvilluan meshën jashtë. Çështja e Kishës tensionoi marrëdhëniet mes dy vendeve, pasi policia greke pasin shkak ktheu qindra shqiptar në kufi dhe hoqi dorë nga kjo mas vetëm pas vendosjes së reciprocitetit në kufijtë e vendeve.